Vite pas ndarjes, Jonida Maliqi ka zgjedhur të flasë me qetësi dhe mirënjohje për raportin që vazhdon të ruaj me ish partnerin e saj, Romeo Veshaj. Artistja e përshkroi lidhjen e tyre si një periudhë shumë të bukur të jetës, duke theksuar se respekti mes tyre ka mbetur i paprekur. Ajo tregoi se edhe sot ruajnë komunikim të rregullt dhe se Romeo nuk harron asnjë datë të rëndësishme, duke uruar për ditëlindjet e saj, të djalit Dani dhe të familjarëve. Jonida u shpreh mirënjohëse për mbështetjen që ai i ka dhënë në të shkuarën, veçanërisht për raportin që kishte ndërtuar me djalin e saj. Këngëtarja pranoi se do të kishte dashur të kishte të njëjtin raport korrekt edhe me babain e Danin. Sipas saj, marrëdhënia e shëndetshme pas ndarjes është diçka shumë e rëndësishme, sidomos kur në mes është një fëmijë. Ajo kujtoi edhe një periudhë intensive të karrierës, kur pas pjesëmarrjes në Eurovision Song Contest ju desh të lëvizte për disa muaj jashtë Shqipërisë. Në atë kohë, Romeo ishte kujdesur për Danin, duke e nxjerrë shpesh në park me familjen e tij, një gest që sipas Jonidës nuk është i zakonshëm në mentalitetin shqiptar dhe që tregon shumë për karakterin e tij.